Rej Manaj ka gjetur golin e radhës me Sivasporin në Turqi. Sulmuesi kombëtarës realizoi ndaj Antalyasporit për të dufishuar shifrat në shtëpi. Goli i mjaft i rëndësishëm nga Manaj për skuadrën e tij, sepse Sivaspor po lufton për mbijetesën dhe synohet fitoria ndaj një ekipi që ndodhet më lart në renditje. Manaj nuk u përmbajt as pak gjatë festës. 28 vjeçari hoqi fanellën dhe më pas u ndushkua me karton të verdh nga kryesori i ndeshjes. Ky ishte goli 11 për sulmuesin shqiptar në elitën e futbollit turk. Duhet thënë se sezoni i dytë radhazi që Rej Manaj po spikat me golat e tij.